Debati për ngritjen e komisionit hetimor mes kryeministrit Sali Berisha dhe kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Gramo Zruçi rinisi pikërisht në pikat ku dhe u mbyll në orët e para të mëngjesit të ditës së premte. Kryeministri Berisha duke akuzuar opozitën se po i trembet fakteve që do të përfshihen në komisionin hetimor dhe tha se mazhoranca është e gatshme të hetojë çdo gjë sipas ligjeve dhe kushtetutës. Ndërsa nga ana tjetër zoti Ruçi u shpreh se mazhoranca me mosngritjen e komisionit hetimor po fsheh krimin e zgjedhjeve të qershorit 2009 dhe po përgatit një tjetër krim për zgjedhjet e ardhshme vendore të 8 maj 2011. Unë uftoj ju të shpjegoni shqiptarve pse keni frikë nga faktet ju, pse keni frikë nga provat ju, pse keni frikë nga grup provat ju, pse u largoj fakteve si djallit Temjanit ju, çfarë ndodh me ju, ç'është kjo lemeri, gjerë depersonalizim të plot, kur u përmendet fjala fakt, grup fakt apo provë. Çfarë kërkon? Të bëjmë serios, të heqim maskat, nga burra me maska, apo zonja me maska. Ne jemi njerëz të vërtet, ne bëjmë, hajde të bëjmë, mos themi kontroll, po themi hetim, por të pranojmë. Jeni jurist. Çfarë i thoni vetes ju doktrinë që keni mësuar? Më thoni pak njërë. Hetohet pa fakte, grup faktesh dhe prova? Se tohet kur. Shqiptarët e shikojnë qartë që ky njeri, pavarësisht negocimet që bën, pavarësisht nga premtimet që bën, asnjëherë nuk i mba ato dhe asnjëherë nuk kërkon ti konkretizoj ato. Se e ka krijuar vetë krizë dhe mbi të gjitha ka dy halle të mëdha siç e deklarova dhe rënd e parë. Nuk do që t'i tregoj në sy të diellit maskaradën elektorale të qershorit 2009. E para dhe e dyta, e di që nuk fiton kur. Prandaj kërkon që jo vetëm kjo e vërtet të mos dalë, por në pakzgjedhjet e ardhshme të bëj absolutisht të njëjtën gjë. Heqja dorë nga fletët e votimit është bërë një tjetër pikë debatit mes kryeministrit dhe kreut të grupit parlamentar të socialistëve gjatë diskutimeve në kuvend. Ky zotëri u thot mirë e bukur një ditë ju dhe shqiptarë se nuk hap kutit. Që mos hap kutit ti? Sepse u dhan viza, sepse dështoi. Dhe bëri këtë 8 ditë mbrapa. Si mo nuk hap kutit? Po ti ke një vit rresht u betove qindra mijë herë shesheve rrugëve. Po çi kujton ti socialistët se janë apo jo? Po socialistët janë njerëz politikë si gjithë shqiptarët e tjerë. Ata kanë një memorie politike, kanë një integritet politik. Ju thoni që hoqët dorë në rinumërimi. Asnjëherë, në asnjë rast. Edi Rama dhe opozita s'ka kërkuar rinumërim. Kanë kërkuar hetim të rinumërimit. Hetim të numërimit. Asnjë rast numërim. Duke kërkuar zgjidhjen e krizës politike të shkaktuar nga vetë kryeministri i vendit nëpërmjet ngritjes së komisionit hetimor parlamentar, Gramo Zruçi tha se kjo krizë prej një viti e gjysmë ka bërë që Shqipëria të ketë një situatë të rëndë ekonomike dhe sociale, argumente të cilat janë hedhur poshtë nga kryeministri Berisha. Asnjëherë s'është vonë për të korrigjuar, për të ndryshuar. Kemi humbur plot. U thash dhe përsëri u them, të fitojmë kohën e humbur. Se fundi është ai që shikojmë shkot. Fundi janë ata 520.000 pensionistë që s'ketu japsh as 5 vjeçën e fundit vit. Se fundi është i atyre familjeve që kërkojnë sot bukën e gojës. Ku po vedi? Kriza ekonomike po, sociale po, politike po. Ku po në qohë? Ne jemi mëkatar se i konstatojmë, ne jemi mëkatar se i demaskojmë, ne jemi mëkatar se afrojmë partneritetin tonë për të zgjidhur këtë krizë dhe për të dhënë vota tyja për të gjitha reformat e munguara në këtë vend. Keni 2 vjet që në mënyrën më të përsëritur flisni për krizë. Angazhuar dhe sharlatan të tipit Cani për të kërcënuar banka, për të kërcënuar banka, për shpall falimentime imagjinare. Kriza, ku është kriza, më thuj mu pak? Flet për pensionistët. Pensionistët shqiptar vërtet janë në hall. Por ama nga ana tjetër, pensionistët shqiptar janë të vetmit në Europë që kanë patur dyfishim pensioneve në 4 vjet.